Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka pritur sot në takim kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe deputetin e Kuvendit Bedri Hamza. Takimi u zhvillua në kuadër të konsultimeve politike për zhvillimet e fundit në vend me theks të veçantë në procesin e zgjedhjes së presidentit të ri, për të cilin ka mbetur afat vetëm 10 ditë. Sipas njoftimit zyrtar nga zyra e kryeministrit, Kurti e falenderoi Hamzën për bashkëpunimin në Kuvend, veçanërisht me rastin e votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, duke e vlerësuar këtë si një shembull të përgjegjësisë institucionale në funksion të interesit shtetëror. Nga ana e tij, Bedri Hamza shpreu gatishmërinë e subjektit që ai drejton për koordinim parlamentar në çështje që lidhen me interesin e Kosovës dhe atë kombëtar. Në takim u diskutua për zhvillimet politike në vend dhe në rajon, si dhe për nevojën e hapjes së një kapitulli të ri të komunikimit dhe dialogut konstruktiv ndërmjet qeverisë dhe opozitës, në të mirë të Republikës dhe pluralizmit partijak e demokratik. Një ndër temat kryesore të bisedës ishte edhe çështja e zgjedhjes së presidentit, për të cilën sipas afateve kushtetuese ka mbetur edhe 10 ditë kohë. Palët konstatuan se bashkëpunimi ndërmjet partive politike është i domosdoshëm, duke qenë se për një votim të suksesshëm kërkohen së paku 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit. Në njoftim thuhet po ashtu se kryeministri Kurti do të vazhdojë takimet konsultative edhe me subjektet e tjera politike. Nesër ai pritet të takojë kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në përpjekjen për të siguruar konsensus sa më të gjerë për procesin e zgjedhjes së presidentit të vendit. Ndërkohë, pas takimit, kreu i PDK-s Bedri Hamza reagoi përmes një postimi në Facebook duke theksuar rëndësinë e procesit dhe përgjegjësinë që mbartin të gjitha partitë politike. Zgjedhja e presidentit nuk është çështje vetëm e një partie, por e të gjithë neve si përfaqësues të zgjedhur të popullit. Për këtë arsye, sot ju përgjigja pozitivisht ftesës së zotit Kurti për të diskutuar për zhvillimet politike dhe procesin e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit, ka shkruar Hamza. Ai ka theksuar se PDK-ja si subjekt opozitar nuk ka qenë dhe nuk është pengesë e proceseve shtetërore, por njëkohësisht ka vënë në dukje se nuk do të mbështesë kandidatura që sipas tij nuk përfaqëson unitetin qytetar në frymën kushtetuese. Si subjekt politik opozitar, ne nuk kemi qenë dhe nuk jemi pengesë e proceseve shtetërore, por as nuk mbështesim kandidatura që nuk përfaqësojnë unitetin qytetar sipas frymës kushtetuese, u shpreh ai. Hamza bëri thirrje për një reflektim nga ata që kanë përgjegjësinë kushtetuese për të propozuar kandidaturat. Uroj që të ketë reflektim nga ata që e kanë përgjegjësinë kushtetuese për të propozuar kandidatura në mbështetje të gjerë, duke shmangur kalkulimet afatshkurtra partijake. Stabiliteti institucional është jetik dhe duhet të trajtohet si i tillë. Për ne interesi shtetëror është mbi çdo kalkulim politik dhe këtë standard e mbrojmë me vendosmëri, ka përfunduar ai. Takimet konsultative të paralajmëruara nga kryeministri Kurti pritet të jenë vendimtare për arritjen e një marrëveshjeje politike në një moment të rëndësishëm për shmangjen e zgjedhjeve të reja në Kosovë dhe emërimin e presidentit të ri.